Adonisi dhe Teuta jo më në rrjetet sociale? E vërtet. Kohë më parë, burimet e afërta pranë çiftit raportuan për një ftohje në raportet mes tyre. Më pas, erdhën disa fotografi të përbashkëta e të cilat munguan sërish nga superfesta që aktorea e njohur organizoi për vajzën, Kajan, me rastin e ditëlindjes së saj të 9. Por është një tjetër detaj që ka rënë në sy të ndjekësve të shumt e kurreshtar të tyre. Me rikthimin e Adonisit në rrjetet sociale është vërejtur diçka domethënëse, ata më nuk ndiqen në Instagram. Mbi ftohjen është dyshuar edhe gjatë verës. Në festivalin Sunny Hill, Adonisi u pa, por vetëm në shoqërinë e shokëve, siç e dëshmojnë këto fotografi të kapura nga emisioni ynë. Ndërkohë, ky është një nga ato rastet kur zhvillimet në qetësi mbahen larg syrit të publikut. Teuta po vazhdon aktive me punët e saj në profesion, teksa angazhimi kryesor aktualisht mbetet roli në serialin e popularizuar vendor Çka ka shtëpia. Fifi me ofertë për juri? E vërtet. Fifi ka paralajmëruar një rikthim të fuqishëm me numër të projekteve muzikore këtë vjesht. Mirë po muzika mund të mos jetë vetëm një hapësirë ku do ta shohim këngëtaren e njohur muajve në vazhdim. Prive Bajliberta Spahiu mëson se do të rikthehet X Factor në formatin Kids në televizionin Klan. Sipas të njëjtave burime, Fifi ka qenë një prej emrave që është kontaktuar nga producentja e njohur Vera Grabocka për të qenë pjesë e jurisë këtij formati. Paneli premton të jetë shumë interesant si vlerë e shtuar e rrjedhës së tërësishme të formatit. Ky dimension i ri i Fifit në ekran patjetër që do jetë shumë atraktiv për tu parë nëse finalizohet. A do arrin palët marrëveshje? Për këtë do të na duhet të presim edhe pak, por sinjalet e para, siç thuhet në korridoret e medias, janë mjaft pozitive. Zbulohet shoqëruesja e re e Edit? E vërtet. Ish banori Big Brother VIP Kosova 3 Eduard Kuqi mori jo pak vëmendje këtë javë me një fotografi të nxehtë nga vetura e tij. Ai shfaqi këmbët e një femre duke lënë të nënkuptohet se nuk po rri beqar pas verës dhe aventurave të cilat u përfolën shumë. Por një gjë s'u kuptua. Kush është vajza? Sigurisht me pak ulëmtime Prive Bajliberta Spahiu sjell bukuroshën Brune, të cilën ish banori Big Brother VIP Kosova 3 nuk e zbuloi në tërësi. Ajo javët e fundit ka postuar në vazhdimsi në të njëjtat vende me Edin dhe gjithashtu nga vetura e tij, duke mos lënë dyshime për këtë frekuentim të pandashëm të njëri tjetrit. Mbetet të shihet se si do të jetë studie kjo histori, por diçka nuk mundemi pa e thënë. Ata duken fort bukur bashkë. Prekni hundën se mos pju bim sysh. Gjuli nis trajtimet për t'u bërë nën? E vërtet. Ish finaliste e Big Brother VIP Kosova 1, Gjuliana Nura, përmes rrjeteve sociale pas zbuluar shumë ka lënë të nënkuptohet se ka të reja në jetën e saj. Postimet me bebush, përmendja e trajtimeve hormonale nuk kanë qenë as pak rastësi. Mësohet se Gjuli ka vënë vetë synimin për të marrë epitetin e nënës dhe për këtë po i nënshtrohet një sër trajtimesh për procedurën IVF. Burimet tona flasin për një trajtim të kombinuar brenda dhe jashtë Kosovës. Mbetet e paqartë nëse Gjuli ka zgjedhur rrugën për të bërë nën me donator anonim apo me ndonjë partner në kushtet kur prej muajsh tashmë dihet që është beqare, me që gjidhja publike nuk jetë si ashtu siç e mendonte. Procedurat miksore do kërkojnë edhe disa javë për të kuptuar nëse po shkojnë me sukses dhe ne do jemi këtu edhe për lajmin e madh të pritjes ëmbël nëse do Zoti që kjo të ndodhë.